Gjyshi I cili ka ndruar jetë, ai më thoshte gjithmonë zemra e gjyshit, kujdes nga borxhi. Nga borxhi. Borxhi jo vetëm në kuptimin material, po dhe të hysh në gjuna medikë. Dhe gjyshim ka në mamit, Qemali, e kemi në foto tani. Ai ka qenë tip shumë I sertë, pra nuk ka qenë ai gjyshi tipik I ëmbël, përkundra, ka qenë shumë I sertë deri vonë. Por duke qenë që me mua që kur isha vogël ka krijuar një raport shumë special, se më merrte, më mbante. Në një lloj mënyre, për shkak se prindë punonin, ai ishte I detyruar që mbante, më kujtonte gjithmonë që të merrja te xhaketat, të fusja brenda xhaketës, dhe me gjyshin unë kam sfiduar frikën time më të madhe, po e ndaj dhe këtë gjë këtu, sepse mua disa familjar më kanë ndruar jetë, dhe disa fatkeqësisht në moshë shumë të re, por vdekjen e një njeriu e kam parë nga fillimi në fund vetëm me gjyshin. Dhe kjo ishte, le të themi, një dëshirë e imja, që doja të isha aty, prezente.